Përshëndetje të nderuar të praneshëm. I nderuari drejtori i shkollës sonë Zotëre Ali Bislimi, kryetori i Kuvendit Komunal Bekem Azizi, i nderuari drejtori i arsimit Orta Ajeti, drejtoresha e urbanizmit Zyrafet e Roma, drejtori i kulturës Valmer Saiti, i nderuari Zotëri Familja Zenojllo, i nderuari zonja deputet Arsem Ademi, i nderuari përfaqësiste parive politike, i nderuari kryetor i Bashkësisë Islame, i nderuari Kfuri Amerikan, i nderuari drejtor institucion, drejtor shkollave, i nderuari familjet e dëshmorëve OVL e UÇK-s, të nderuari drejtoreshe ÇKMF-s, të nderuar polici i Kosovës, të nderuar profesor pensionist, profesor nxënës, të nderuar mësimdhënës, koleg, nxënës, personel teknik, prindër, mysafir dhe ju të pranishëm të tjerë. Mirëdita dhe mirë se erdhët në këtë manifestim të shkollës sonë kushtuar 5 maj, ditës së shkollës në nderim të trimit e heroit ton Jonus Zenojllo, emrin e të cilin e mbon shkolla jonë. Me nderim kujtojmë sakrificat e dëshmorëve, qëndresën e pathyeshme të popullit tonë dhe besimin e palëkundur në liri e pavarësi. Të nderuar të praneshëm, shkolla jonë ka përgatitur një program festiv për të shënuar këtë ditë madhështore. Por para se të filloj me programin artistik, fillimisht më lejoni që para jush të ftoj drejtorin e shkollës sonë, Zotëria Ali Bislimi, për një fjalë përshëndetje dhe urime. Nderuara drejtoresha e arsimit zonja Orta Ajeti, nderuar dhe shumë respektuar familja e dëshmorit Jonus Zenojllo, nderuari deputet i Parlamentit Kosovës Zoti Arsem Ademi, të nderuar përfaqësues të partive politike, nderuari Zoti kryetar i Bashkisë Islame, të nderuar përfaqësues të Kfurit Amerikan, të nderuar drejtorë të institucioneve komunale, të shkollave, të nderuar përfaqësues të organizatave të dala nga lufta, të nderuar mësimdhënës, pensionist, shumë të dashur nxënës. Sot jemi mbledhur për të shënuar një ditë të rëndësishme për institucionin tonë, ditën e shkollës. Kjo ditë nuk është vetëm një festë, por edhe një moment për të kujtuar rrugtimin që kemi bërë ndër vite, sfidat që kemi kaluar, për të vlerësuar arritjet tona dhe për të reflektuar mbi përgjegjësinë që kemi për të ardhmen. Shkolla jonë megjithëse e re ka një histori të pasur dhe krenare. Ajo themeluar në shtator të vitit 2001, në një kohë kur Kosova dhe populli i saj sapo kishin dalë nga një luftë çlirimtare me humbje të mëdha njerëzore dhe dëme të konsiderueshme në infrastrukturë. Ishte një periudhë sfiduese, por njëkohësisht plot shpresë për zhvillim të arsimit në vendin tonë. Në fillimet e saj, shkolla mbonte emrin Teknika e Re dhe në vitin e parë numëronte gjithsej 819 nxënës, që ndjekin mësimin në 7 profile arsimore. Drejtore e parë e shkollës ishte zonja Elfete Zuka. Ishte një fillim i vështirë, por me vizion të qartë për ndërtimin e institucionit të qëndrueshëm arsimor. Që nga themelimi, shkolla jonë ka qenë vatër e dijes, edukimit dhe formimit të brezave të tërë. Në përbankat e saj kaluan mijëra nxënës të cilës sot janë qytetarë të denjë dhe profesionistë të suksesshëm. Kjo histori është dëshmi e përkushtimit dhe punës së palodhur të shumë brezave të mësimdhënësve dhe nxënësve. Sot shkolla jonë është ndruar në një institucion të mirëfillt dhe të qëndrueshëm arsimor, me mbi 400 nxënës që ndjekin mësimin në 14 profile të ndryshme në kuadër të 7 fusha mësimore, me një kuadër mësimor të gjithë të kualifikuar me grada shkencore, master dhe doktor shkencash. Por vlera e saj nuk matet vetëm me numra, ajo matet me suksese, përkushtim dhe rezultat që arrim për çdo ditë. Gjatë këtij rrugtimi, shkolla jonë ka pasur mbështetje të vazhdueshme nga partnerë të rëndësishëm vendor dhe ndërkombëtar, të cilët kanë kontribuar në zhvillimin dhe avansimin e saj, qoftë përmes trajnimit të mësimdhënësve, furnizimit me pajisje dhe inventar, kabinete mësimore apo mbështetje në projekte zhvillimore.
Me mirënjohje të veçantë, përmendim organizata e institucioni si GIZ-in, GTZ-n, Swiss Kontaktin, Alledin, Aden Austriake, Helvetasin, LuxDevin, si dhe institucionet vendore, Ministrinë e Arsimit dhe institucionet komunale, Zyrin e Kryetarit, Drejtorinë e Arsimit, Drejtorinë për Rini, Kulturë dhe Sport, Drejtorinë e Shërbimeve Publike e tjera. Në kuadër të këtij bashkëpunimi, është në përfundim e sipër projekti më madhor në kuadër të fundit të sfidave rajonale, që kap një shumë rreth 600.000 euro për renovimin dhe furnizimin e punëtorive të makinerisë me makina dhe pajisje moderne metalpunuese. Një projekt që është bashkëfinancim i qeverisë gjermane, Moshtit dhe Komunës së Vitisë. Falë këtij bashkëpunimi dhe angazhimit të vazhdueshëm, shkolla jonë ka arritur të përmirësoj kushtet dhe të avancoj procesin mësimor dhe të krijojë më shumë mundësi për nxënësit. Nxënësit tanë kanë korrur suksesin në gara të ndryshme, kanë treguar rezultate të shkëlqyera dhe janë dalluar për sjellje shembullore. Këto arritje janë fryt i punës së palodhur të mësimdhënësve, për kushtimit të nxënësve dhe mbështetjes së vazhdueshme nga prindërit dhe institucionet relevante. Si rezultati këtyre arritjeve, shkolla jonë ka njohur një zhvillim të qëndrueshëm, duke zgjeruar kapacitetet dhe forcuar rolin e saj si një qendër e rëndësishme e dijes dhe formimit profesional. Në këtë rrugëtim dhe formësimin e saj, në tetor të vitit 2008, shkolla jonë mori një nga vendimet më domethënëse, të mbajë emrin e ushtarit të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, heroi të luftës lirimtare dhe dëshmorit Jonuz Zeynullahu. Ky emërtim nuk është vetëm një ndryshim formal, por një simbol i vlerave mbi të cilat ndërtohet misioni ynë edukativ. Të nderuar të pranishëm, Jonuz Zeynullahu lind me 12 maj të vitit 1975 në fshatin Skifteraj. Shkollimin fillor e kreu në vendlindje, ndërsa atë të mesëm në medresin Alaudin në Prishtinë. Studimet i vazhdojnë në Fakultetin e Drejtësisë në Damas të Sirisë. Gjatë periudhës së rëndë për Kosovën dhe shqiptarët, për disa vite shërbeu si imam në fshatrat të ndryshme të Kosovës dhe më gjerë, ku përveç ligjerata dhe mësime fetare, flisë dhe për situatin e vështirë të popullit, për dhunën dhe represionin që ushtronte regjimi serb. Me daljen në skenë të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, fillimisht u angazhua në mbledhjen e ndihmave për luftën, ndërsa më pas u bashkua drejt për drejt radhëve të saj. A ishte pjesë e brigadës 138 Agim Ramadani që vepronte në Koshare, ku zhvilloi një nga betejat më të mëdha të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës me forcat serbe, në thyrjen e kufirit shqiptar. Në vartën e luftimit të Ashpra, më 5 maj të vitit 1999, në vendin e njohur si Rasa e Zogut, ai ra heroikisht për mos vdekur kurrë. Sakrifica e tij është një kujtesë e përhershme se liria që gëzojmë sot është ndërtuar mbi gjakun dhe trimin e bijve më të mirë të këtij vendi. Hoxhi Jonuzi e deshi jetën, por mbi të gjitha e deshi lirinë. Emri i tij sot jeton në shkollën tonë dhe në ndërgjegjën tonë si një simbol i sakrificës dhe përkushtimit. 5 maj ka dhe një domethënie dhe peshë historike. Është dita e dëshmorëve të kombit, datë që sublimon gjithë përpjekjet e popullit shqiptar për liri, shtetëndërtim dhe shtetëformim. Prandaj, të mbash emrin një dëshmori është nder, por edhe përgjegjësi. Është detyrë jone që përmes punës, dije dhe sjelljes sonë të përditshme të jemi të denjë për këtë emër. Sot shkolla jonë vazhdon të jetë një vatër e dijes dhe formimit profesional. Arritjet tona janë rezultati i bashkëpunimit dhe angazhimit të stafit mësimor, të nxënësve dhe të prindërve. Megjithatë, ne kemi ende shumë për të bërë. Synimet tona janë të qarta, të rrisim cilësinë e arsimit, të avancojmë metodat e mësimdhënies, të rikëjmë kushte më të mira që të përgatisim gjenerata të afta për sfidat e ardhshme. Të dashur nxënës, ju keni nderin dhe përgjegjësinë të mësoni në një shkollë që mban emrin e një dëshmori. Prandaj punoni me përkushtim dhe bëni qytetar të denjë të këtij vendi. Jeni e ardhmja jonë, shfrytëzoni çdo mundësi për të mësuar dhe për të zhvilluar. Në fund, të gjithë punonjësit dhe nxënësve të shkollës sonë, ju uroj ditën e shkollës. Le të vazhdojmë të punojmë për suksese të reja dhe çdo përvjetor të jetë një moment reflektimi për arritjet dhe synimet tona. Lavdi e përjetshme dëshmorit Jonuz Zeynullahu. Lavdi gjithë dëshmorëve dhe të rënë për liri. Ju falenderoj. Falenderojmë drejtorin për fjalët dhe mesazhet e bukura.
Falenderojmë dhe të nderuarit e tjerë për fjalët e tyre mirënjohësje dhe mesazhet e tyre. Të nderuar të praneshëm, para se të vazhdojmë me programin tonë artistik, ju ftoj të bëhet pjesë e një momenti të veçantë dhe simbolik. Me shumë respekt dhe krenari, do të bëjmë zbulimin e portretit të heroit ton, Janus Zejnullahut, një vepër artistike e realizuar me përkushtim nga skulptori dhe piktori Lulzem Aslan. Ftoj në skenë drejtorin e shkollës dhe të ftuarit për të bërë zbulimin e kësaj piktore, familjarët e heroit, përfaqësuesin e OVL-s së ÇK-s dhe përfaqësuesin e komunës. Faleminderit. Ky portret do të mbetet një kujtesë e përhershme e sakrificës dhe heroizmit për brezat që vijnë. Poezia është dëri i brendshëm i një populli. Ai ruan kujtesën, ndjenjen dhe krenarinë. Do të më vazhdoj. Me këto frym, në skenë vjen profesori Xhavet Sulejmani me një poezi, pastaj vijnë nxënësit tanë me interpretimi poetik. Renesa Fazliu me poezinë Trem Azgadi, Djellona Misini me poezinë Flok Lirie dhe Suela Fazliu me poezinë Kthehuni. Ndërsa kjo ndjenjë kulmon në një recital kushtuar Janus Zejnullahut me titull Flak që nuk shuhet, interpretuar nga nxënësit Auris Asinoni, Endret Azizi, Erinda Zuka dhe Altina Beqiri. Përshëndetje për të gjithë juve, e respekt dhe veçantë familjes që janë nxit dhe institucioneve komunale. Një nderim dhe një falenderim për forin edhe popullin amerikan që na ndihmuan në shpejtimin e bërjes së lirisë dhe krijimit të shtetit të Republika e Kosovës. Ju përshëndes të gjithëve, unë kam përgatitur një poezi për Janus Zejnullahun. La them dhe xhamin për të nderuar shqiptarin, trashëgim nga të parët, nga stërgjyshit e baballarët. Për këto fusha male e shkrepa nuk ju dhind as pak jeta, ja fali shpirt e gjak që barbart nga këtu t'i flak. Vitias Busërnelit, i Karadakut plot lavdi, skifteraj i Anë Moravës është vendindja e tij. Guximtar djalë Karadaku me ideal për lirin, frymëzim, guxim dhe trimërim, kishte Idris Seferin e Hasan Alin. Janus Zejnullahu është emri i tij që shkolla profesionale në viti e mban emrin me krenari. Para se të fillojnë poezit, e ftojmë drejtoreshën e arsimit, Arta Ajeti dhe të tjerë që dëshirojnë të marrin fjalën.
Përshëndetje për të gjithë të pranishmit, i nderuar drejtori i shkollës Zotri Ali Bislimi, i nderuara familje Zenullau, kryetari i shoqatës së familjeve të dëshmorë Zotri Gjevdet Ademi, kryetari i sindikatës Zotri Kemal Bislimi, përfaqësues të partive politike, kryesuesin e Konventit, përfaqësues nga organizata veteranëve të luftës, drejtoreshën e QKMP-s në viti Zonja Vjoca Kadollin, koleg drejtor shkollas, kryetarin e Bashkisë Islame në viti Usamedin Hoxha, deputet Arsim Ademi, përfaqësues të partive politike, KFOR-in Amerikan, përfaqësues të stacionit policor në viti, të nderuar mësimdhënës, të dashur nxënës, prindër dhe pjesëmarrës të nderuar. Kam nderin që sot në emër të kryetarit të komunës së Vitis, Zotri Sokol Haliti, të jemi sot bashkë me ju në përkujtim të dëshmorit Jonuz Zenullau dhe festimin të ditës së shkollës Jonuz Zenullau, një vatër e dijes dhe profesionalizmit që po bën dallimin çdo ditë. Pra emri Jonuz Zenullau, përveç që është pjesë e historisë sonë, është padyshim edhe pjesë e identitetit dhe krenarisë sonë kombëtare. Prandaj, edhe sot me dinjitet dhe krenari mban shkolla emrin e tij. Figura e tij na kujton se liria, arsimi dhe ardhmja jonë janë ndërtuar mbi sakrificën e atyre që dhanë gjithçka për vendin. Prandaj çdo ditë që hapen dyert të kësaj shkolle, nuk është vetëm një ditë mësimi, por edhe një vazhdim i amanetit të tyre. Një falënderim i veçantë shkon për drejtorin e shkollës, për udhëheqjen e tij të përkushtuar dhe vizionin që po e çon këtë institucion drejt sukseseve të vazhdueshme. Mirënjohje e veçantë për secilin mësimdhënës që me pasion dhe përgjegjësi po formson gjenerata të reja, të afta dhe të përgatitura për tregun e punës dhe jetën. Të dashur nxënës, ju jeni krenaria e kësaj shkolle dhe po e shoqëroni dhe shoqërisoni, vazhdojeni rrugën me përkushtim dhe besim në vetvete. Ne si drejtoria e arsimit do të vazhdojmë të jemi pranë jush dhe t'ju përkrohëm në çdo hap, në mënyrë që kjo shkollë të vazhdojë të rritet dhe të shënojë sukses edhe më të madh. Faleminderit të gjithë dhe për angazhimin dhe përkushtimin në organizimin të këtij aktiviteti kaq domethënës. Urime dita e shkollës dhe shumë suksese përpara. Lavdi dëshmorëve të kombit. Ftojmë Bekez Azizin, kryetarin e Konventit Komunal, pastaj Gjevdet Ademin dhe familja. Të nderuar pranishëm, i nderuar drejtor i shkollës, Zoti Ali Bislimi, drejtoresh arsimit, drejtora të drejtorive, e nderuar familje Zenullau, familja e dëshmorit që shkolla e man emrin me krari, deputet i nderuar, drejtor i gjimnazit, drejtor të drejtorive, drejtoresh i QKMP-s, i nderuar kryetar i Bashkisë Islame në Viti, familje dëshmorëve, Zoti Gjevdet Ademi, veteran, gjithë pranishëm sot qeni. Veçanti, nxënës të nderuar, mësimdhënës, të cilët me kontributin e juaj po bani nder, edhe anët të shkollës, edhe dëshmorëve, edhe familje tona, për të kriju kuadro të mirë, për të kriju një teatër të mirë në profesionet e ndryshme që kjo shkollë përgatit kuadro të mirë. Na sot më shumë të kemi nevojë si vend të zhvillojmë të rinj, të zhvillojmë programet e reja, të avansojmë, të përgatisim kuadro të mirë,
për familje të mira, për shtet të mirë, për institucione të mira, për komunë të mirë. Prandaj, respektit më i madh për gjithë ato që po japin kontribut në këtë vend, në këtë shkollë dhe në gjitha pjesët e tjera. Urime dita e shkollës, uroj shumë dita e shkollës, uroj shumë kuadra të mirë të përgatitur, sepse edhe unë e vi nga kjo shkollë, ku për 21 vite veç jap stim në kjo shkollë dhe kërkon kontribut të mirë. Prandaj, urime të gjithëve, suksese, drejtar përgëzoj për punën, për angazhimin juve, mësimdhansve, stafin, nxënësve dhe gjithë tjera. Faleminderit shumë. Respekt. Përshëndetje për gjithë të pranishmi, me lejoni që në emrin tim personal dhe në emër të organizatat të dolla e lavdishme ushqishtimtare të Kosovës të përshëndes familjet të dëshmorëve invalid, veteran, sidomos familjen e dëshmorit Janus Zënullohët. Me lejoni të përshëndes deputetin e Republikës Kosovës, partit politike, kryesuesin e Kuvendit Komunal, drejtor të drejtorive komunale, Forin Amerikan, Policinë e Kosovës, e në veçanti drejtorin e shkollës, stafin dhe nxënës të cilët kjo shkollë në me krenari emrin e dëshmorës Janus Zënullohë. Janus Zënullohë është dëshmor i lirisë i Kosovës, i cili ka luftuar për idealet e tona, për lirinë e vendit dhe të la familjen e tina për të dalë zotat dhejot. Të nderuar nxënës, sot është 27 vjetori i rënies së dëshmorit. Jo si nxënës dhe si staf keni obligim se bashku me ne që ta dërgojnë amanetin e dëshmorëve duke kontribuar në shoqërinë tonë, duke mësuar dhe duke një kontribut të jashtëzakonshëm për këtë tokë, për këtë vend, sepse këtë tokë dhe këtë vend është i lavë me gjakun e dëshmorëve dhe gjithë atyre të cilët kanë kontribuar për këtë liri që sot po e gëzojmë. Me lejoni edhe njëre në shoqata dalën nga lufta, të urojmë ditën e shkollës duke ju uruar shëndet dhe duke ju uruar suksesin me të teshëm në rrugtimin tuaj arsimor dhe edukativ. Faleminderit për vëmendje, lavdit dëshmorëve të kombit, lavdit dëshmorit Janus Zënullohët. Faleminderit edhe ne. Të nderuar të pranishëm, i nderuar drejtori i shkollës, e cila mban emrin e Hoxhi Janus Zënullohët, e nderuar drejtoresha e arsimit, të nderuar të pranishëm të tjerë, deputeti i Republikës Kosovës, përfaqësues të drejtorive komunale, nxënës, përfaqësues të organizatave të dalën nga lufta, përfaqësues të Forit Amerikan, përfaqësues policisë Kosovës dhe gjithë ju të pranishëm. Sot jemi mbledhur në këtë ditë për të nderuar veprën e Hoxhi Janus Zënullohët, të cilën populli dhe njerëzit e njohin si Mitsokolli i dytë. Unë si përfaqësues i familjes ndehem i nderuar që emrin e Hoxhi Janus Zënullohët e mban një tempull i dijes, një vend ku gjeneratat të tëra dalin dhe shkëlqejnë në përgara të ndryshme, qoftë brenda dhe jashtë vendit. Të dashur nxënës, ju me punën dhe me dijen e juaj mund ta çoni në vend amanetin e dëshmorëve tonë, amanetin për të cilin dha jetën Hoxhi Janus Zënullohët. Urime të gjithëve dita e shkollës, urime më së shumti ju nxënësve që çdo ditë e përfaqësoni shkollën tonë, e cila mban emrin e Hoxhi Janus Zënullohët. Faleminderit shumë.